pyetja e fundit. Selamu alaikum, hoxhë nderuar. Si t'i largojmë disa vezvese të shejtanit që ndikojnë shumë tek ne. Për shembull, një problem që më ndodh kohët e fundit është se nëse dua të bëj një vepër të mirë për hir të Allahut, pasi që e bëj atë vepër, më vjen një mendim më pas se mos ndoshta jam duke bërë vetëm sa më duk para të tjerëve. Si të largojmë këtë çytje dhe si ta ripërtrim jetën, Allahu ju shpërblet të mira. Wa aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Këtë janë dy çështje. Çështja e parë është vezveseve duhet me ik. Edhe vezvesja nuk shërohet as me mjekësi fizike, as me rukje, as me kurrë hiç. Ato nëse se lufton vet, ajo të mund. Vet duhet me luftu, sa që në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për njerëzit veçanti djemtëri që kanë pas vezvese e prish abdesin, se prish abdesin, ju ka bën veprime që as mos me menua këtë çështje, hiç me tejkaluar, mos me llogarit kur gjë hiç. Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allah subhanahu wa taala pas më shërua, kur e ka përmend çështjen e veprave të mira edhe vezveset të shejtanit, ka thënë kështu: nëse e ke bën jetë me bën një vepër të mirë, çu bën më herë, se si ti dhash hapsin, shejtani më herë ti shtyp dyshimin te veta. Për shembull, një dikush besimtar musliman ka nevojë të madhe shumë. Diçka për me ndihmu edhe ti thua nesër inshallah ku më dhon atina 500 euro edhe e lën se ndim ka 12 natës vjen shejtani thotë marrë 500 mos janë shumë tash e zbrit 400 deri nesër kur vin as 50 euro sti lese tu hajt se na shiko pas çak nevojë dikush thotë po ju morë po pse s'po bën ana si unë edhe hiç kjo është ajo që duhet me luftuar kur dosh me bëni vepër të mirë çu bën më herë mos e vano hiç 2 Sara që shkon vezvesja që a ke për hir të Allahut as ke, veç mush me bën edhe një tjetër, me kallëzu që Sara që na e bën ti që të vezvesë veç na i shton me angazhimi për punë të mira se kur gjë tjetër. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Astaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah.